Ambasada e SBA-s në vendin ton ka vazhduar me fushatën sensibilizuese për një udhëtim të rregullt në Amerikë. Gabimet, thot ambasada, mund të çojnë në refuzim të aplikimit dhe dhënien e informacionit të rrem, mund të parandalojnë udhëtimin tuaj në të ardhmen. Mos u mbështesni në një agjenci për të plotësuar saktë aplikimin tuaj. Gabimet mund të çojnë në refuzim të aplikimit tuaj dhe dhënien e informacionit të rrem, mund të parandalojnë udhëtimin tuaj në të ardhmen. Mbroni veten dhe të dhënat tuaja, ndërsa kur seni parash, mangni agjentin e vizave dhe aplikoni vetë online për një vizë amerikane. Mos harroni, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, por edhe në Kosovë, është i vetmi burim zyrtar i informacioni për vizat drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës